Pas një periudhe të gjatë pa pasur mundësinë të shohim së bashku castin e sezonit të tretë të Big Brother VIP Kosova, një iftar i veçantë mlodhi disa prej ish-konkurrentëve. Lela dhe Leo, dy nga emrat më të komentuar të edicionit të fundit të BBVK, ishin organizator të këtij iftari. Molli madh për t'i parë na bëri që ne si ekip i Prive by Libertas Spahiu të shkonim pa naftuar drejt destinacionit ku çifti kishte organizuar ngjarjen. Arritëm në Kolleq. E në njërën prej vilave luksoze, një koqerët e iftarit kishte shkuar të parët, bashkë me një ekip dekorues, DJ e fotograf. Fillimisht tentuam që të shkëmbim një bisedë me Leon e Lelën për t'i pyetur mbi organizimin e këtij iftari, por diçka e tillë problem të ndodhte pranë kamerës. Ata ishin të vendosur që të mos flesnin, por i lam të reflektojnë. Në ndërkohë, iftuari i parë që arriti në pikë takim ishte burimi. Atë ndalëm për një intervistë të shkurtër për ta pyetur mbi iftarin në fjalë e marrëdhëniet me ish-konkurrentët. Burim, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Apo na tregon për çka ke ardhur edhe kush të ka ftu? Këtu i në ardhë, dhe më thonë, në iftar, në ka thirë Leo dhe Leila, e falenderojmë shumë se, dhe më thonë, ka me na bashku në iftar, e falenderoj shumë që jam edhe në pjesëmarrë, se s'ka ma mirë se me ombër iftar, me njerëz, dhe më thonë, dërë shumë. A janë krejt banorë të ftuar sot sipas teje ajo? Se po më tha që keni më mlidh të tanë. I pari jam, halo nuk po di qa po bëhet, që tash po i mrena të këshyri kush jana si jana, ashta i një këtë dhe këshyri kush e kushsa. Që ke pas marrëdhënie me banorët tuat, ka rohesh mu taku me banorët e edicionit të tretë të Big Brother VIP Kosova? Unë e mire kam me krejt një respekt, e kam diçka ma shumë, nuk kom pot, dhe me thonë njëjtë, një respekt, leanë Drilionin, këta Laurenti Fitimin, kam kontakt mirë, Anisën, Anën, qëta dhe me thonë, tash me kejt nuk më nësh me full, po nuk është që kam nëjë marrëdhënie të keqe, po dhe me thonë me qëta më ka lidhë, pak najherë qështu, se me tjetë nuk është diçka. Burimi zbuloi edhe nëse i ka shkruar Anisës pas skandalit të problemeve për realizimin e operacionit. Kur e përmene Anisën, atë ka rohesh me fol mas qësaj problemit që pat për operaciona, a i ke shkrua jo a? Unë në fakt nuk i kom shkru, nashta edhe kom boga beva ju, se i ka të rastet e veta që i ka ndodhë me ta, po i një më vëgjoti. Unë nuk kam qef asmi asoj teme që ndodhë, jam problemet me saj edhe dhe me thonë produksionit, ose probleme me spitalit tyna. Që s'na ta ka neve mu përzi. Edhe që thujnë, puna huj, thuhet puna marë, kështu që kam qeve shpurt e vija, mi këqyrë suksesin tem. E i të boft mirë iftare. Dhe jetë shumë kalë bukur. Për të ftuarit ishte porositur ushqim i gatshëm që i erdhi freskët pak minuta para iftarit, si dhe një tortë goxha e madhe. Minuta më vonë arretën edhe të ftuarit e tjerë. Pauli, Gresa e Vullneti, Xuxi, Gjeneta e krejt në fund edhe prezantuesi 3 edicioneve të Big Brother VIP Kosova, Alaudin Hamiti. Iftari duket se u bëri mirë, të praneshmit pranuan të rrëfejon shkurtimisht për ne. E nëse me Xuxin, i cili na përditësoj me të riat nga jeta e tij dhe post tjerash na zbuloi se Lela e Leo nuk e kishin ftuar të gjithë castin në iftar. Ma mirë hitë se Kolleq, hajde. Xuxi, përshëndetje, që mirë të solli këtë? Përshëndetje, jemi mbledh një farë unioni i banorëve të Big Brother VIP Kosova 3. Jo gjithë, po jena një 10 vetë, Leo bashkë me Lelën e kanë organizu, në kanë ftu, në kanë deru edhe jemi ardhën në Kolleq në malë për iftar sonde. Me qenë se neve nuk po na u lejohet hyrja brenda për shkak të privatësisë, kush gjendet brenda faktikisht na i pam tuar me kjerë, po thash mos na ka i di kush rastisht ma herët. Tani e di kush është, a kush është Vullneti, Gresa, Pauli, është Burimi, është Lela, është po Leo, Gjeneta, edhe Dini. Gjendini, po.
Aja u kujt iftarin që shka lut? Hala s'hongra veç po më duket nëse jo i vetmi, vet i dyti, i treti jena këto që kena agjeru, po ideja ka qenë mu mbledh mu pa mas një kohë, une ka që 2 muj që jena dal, përveç vullnetit edhe Greses me një dasë mas njerë me kërkon që më pa, kum pas pak pushim vjetore, qështu edhe mas Ramazanit mu aktivizu edhe kogja i nxet me jo ardhë shqiptarëve të mi. E po më që keni numër relativisht i vogël i kostit, nuk erdhen edhe bashkë krejt, në shtati kanë se kanë ftu e ti kush s'ka mujt? Jo, nuk i ka ftu gjithë. Nuk i ka ftu Leo gjithë, i ka ftu ata me cilë të ja ka marrë menja që mirë ka kalu më renda në shpe, e një prej tyne jam unë pa dyshim, sepse Leon e kom pas shumë të afërt edhe vazhdoj me pas. A pritën ajo ardhjen në i banorit që kështë pas qef pak mu po me të në shtat ka marrë malë? Jo përbes, jo, që ka me thonë, po mendoj miro kur ishe, nuk prita që ka me qenë Gjeneta, sepse di që është aktive në Shqipëni, po këtu është miro si janë, abdin kush ka mujtë me ardhën, regull jena mu pa pra pak se, abdin edhe koha, mandej punët edhe s'po kem koha, s'mu taku, as kafe me pi, kështu. Okej, Zuzi, për mos me të marrë shumë kohë edhe pak ftoft jashtë, vetëm një mesazh për fund për gjithë besimtarët musliman. Ju uroj këtë natyrisht mujt shajt Ramazanit, agjerim të pranuar, lutjet pranuara edhe po, iftar të këndshëm të gjithë ju që keni bo iftar, uroj ata që s'kan mujt këtë vitin tjetër të kenë mundësi bashkë me të adhoner të agjeroj edhe vitin arshëm. Ju uroj gjithat mirat pri dhe love you. Do t'ju kujtoj mbrëmjen e heshtur pas lirisë. Një ëndër që përshkoj shpirtin e zemrën e për të dalë për te i mureve të asaj shtëpije. Nga ekonomia, fillon prodhimin kompania e parë vendore Fruti me një Si një pemë e lullzuar në tokën e djegur, u rrit me kujdes. Edhe kur kohë të marrë erë, prezenca e ti do jetë kudo. Rrugtim ndër vite, plot pasion. Në çdo gotë kujtojnë fillimet e saj, ku ngrit si fryma e një populli të gjallë. Në cilësi, kualitet, shije e freski, me standardet më të larta, ashtu si që don tradita jonë. Se të vendit jemi ne, si një këngë e vjetër që ndëgjohet edhe sot. Fruti është një dhe i vetmi. Dalëm për të marrë ajër të pastër, ndaj shfryzuam rastin që pak të bisedojmë edhe me Gjenetën. Ajo shpjegoi ardhjen e iftar dhe jo vetëm. Gjeneta rikonfirmoi qëndrimin e saj se do vazhdoj të publikoj serinë e dytë të përgjimeve nga bisedat me Drilonin, të cilit i shoj selam përmes këtij prononcimi. Faleminderit mas pari që mas sa kohë pranut me na dhoni intervistë. Për nisim me Gjenetën pak, mandej shkonate Gjeneta, që shpëkallon mes Tiranës edhe Prishtinës. O shumë mirë u kënaqa, harrove Dubai. Një me, në Dubai që shke, eksperienca? U kënaqa. Edhe postimet? Shumë mirë, flak postimet. A ka naj shka të re? A pritet naj publikimi përgjimeve të reja, jo? Se që ashtë të pak të nke premtu publikisht? Në vazhdim, po që shjo, nësë komunaj. Po ishën selame një fjalla? Po. Hej, kena orë tash mu knaq, ju puthe, mua. Gjeneta duke në super disponim, e ne bisedën e vazhduam me Lelën e Leon. Qifti Lelo këtë në dispozicion, what's up? Përshëndetje Lelë. Përshëndetje. I vazhdo mirë iftare. Faleminderit shumë. Halo sekret në fakt, po juve dolëm. Cila ka arsyeja e organizimit të Arsyeja ka thjesht me rebashku krejt banorët. I ka marrë malli për mua. Na ka marrë mallin e me që da do Gjeneta, më bashku krejt, s'kena pas dhe që tash mundësi, kështu që e këna gjetë.
Kohë në dorë. Një ditë që edhe luftu na u ka krejt përshtat përktare. krejtve me Safe. kalu thjesht dhe kohë bashkë, nuk kena po që shpo thot lau për shumë kohë, kështu që besoj që meritojnë një natë pa kamera. Na falë që së kela lorat, po... Po si që e dini kureshtja publikut është shumë e madhe kur bëhet fjalë për banorët e kasit të edicionit të fundit të Big Brother VIP Kosova. Edhe me sa e pashtu nuk kanë të gjithë, a pat ndonjë anulim në moment fundit ose diçka. Për shkak që edhe Xuxi na tha që on kur e pyeta pse nuk janë edhe banorët e tjerë, tha që edhe Leo e Lela i kam lidh pak a shumë nashta veç ata që i kanë dashur, që ka pas raporte më të mira, nuk e di për çfarë dish na me dëgju për juve. Feks është kjo arsyeja na i kena mblidh sonte banorët me cilën kena kalu më shumë kohë, që jena hap më shumë, që kena nejt më shumë edhe që jena një mirë. Kështu që Lela grupin e vet, Leo grupin e vet. sakt, ata që i kena ftu janë krejt. Okej. Qysh ke iftari, qysh po kaloni, a ju kish marrë malli se Xuxi tha gëgja rall po shihemi. Shumë, e Pas vërtet. mundësi që shë tham, kështu që tham të bojna një nej, një Yes, after party, ti një të Lelo bojna party. krejt. Ti të bojna krejt, Edhe- kënoqëm bashk, Yes, edhe të jena kalojna shumë të pak kënaqur. kohë bashk, e meritojna. Okej, Leo dhe Lela, faleminderit shumë për intervistën, një mesazh fundit për krejt ata që ndjekin edhe ndoshta për besimtarët musliman. Me qenë se jemi Ramazan. Dhe të gjithëve lumturi edhe ka bëllja bavë të zoti, krejtve që në nojnë. Sakt, faleminderit shumë për gjithë shka. Edhe faleminderit shumë për dashni. Love you. Megjithatë, Prive Baj Libertas Spahi u merr vesh që dysh janë në këtë iftar se kishte ftuar Trilonin, Anën, Bejtin dhe Dianën. Duke respektuar dëshirën e tyre për privatësi, ne i lam ta shijojnë organizimin që vazhdoi nën tingujt e muzikës e plot hare. Edhe në ditë ku zakonshmit ndjellën, shkojnë të vani dhe din shka zgjellin. Chicken wings, chicken strips edhe burger që një me është nish, tanginë dhe synin e undë. Shije ma fresh ever, ljong për goje me të shpu. E nëse më shetë në drive-thru pe din qa pa du, son të kom djeni që kom u konë faja! Habs Fried Chicken, Habs and Dance. Konsumimi i Habs Fried Chicken mund të krijojë varësi, kënaqësi të tepruar me strips, dashuri të sinqertë me wings, të egër me burger, vizita të pakontrolluara në drive-thru e klikime të pandashme në porositë online.